Përshëndetje të dashur Virgjëresha, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është ky: 8 të monedhës. E kush tjetër pos Virgjëreshës me monedha. Ky mesazh vjen me një fokus për kushtim dhe rezultate të prekshme. 8 të monedhës është letër e mjeshtrit në zhvillim. Ajo të fton të punosh në heshtje me durim për diçka që ka rëndësi të madhe për ju apo për ty. Qoftë një projekt, një marrëdhënie apo zhvillim personal. Çdo hap që bën tani është si një qepje saktë në një veshje që do të rri për mrekulli më vonë. Nuk është koha për të kërkuar provime të jashtme, po për të ndërtuar me qëllim të mbrëmshëm. Besoj procesit dhe dije që çdo orë për kushtimi po të çon drejt stabilitetit që ke ndëruar prej kohësh, të dashur Virgjëresh.